Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilin ne besojmë se Zoti i vetëm që meriton falëndrim, lavdat dhe adhurim. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin me sinqeritet rrugën e tij deri në kiamet. Allah na këshillon Kur'an me fjalën e tij: o ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si e meriton ai, dhe asesi mos lejoni me vdek ndryshe vetëm me iman. Të dashur vëllezër, feja islame, për me kuptu një person, kush është ai, çfarë karakteri ka, çfarë zemre posedon, i ka përcaktu 3 pozicione, 3 momente, 3 çaste, 3 situata kur mundesh me marrë vesh njeriun. Kush është ai në brendësinë e tij? E para, ulemat kanë thonë, e merr vesh njeriun në çastet kur ai është nervoz. Për arsye se nervoza e nxjerr brendësinë e njerit më të thellën ku e ka. Nuk ka mundësi me aktru njeriu kur është nervoz. Mundet mu bë aktor i mirë kur është qef, kur është me një darsëm, kur është me një situatë që lyp ka interes, edhe din me bo hile edhe munafiklëk, dyftyrsi. Në çastet e nervozës e merr vesh kusha. Prandaj është interesant kur dikush është bë nervoz edhe të thot ty: Allah të udhëzoft, Allah të falt. A nervoz është? Allah të falt. Edhe me thonë e sen tjetër. Ai që thot Allah të udhëzoft, Allah të falt, Allah të përmirësoft, jep me kuptu se brendësinë, thellësinë e tij e ka të lidhur me Zotin. Me bo me thonë, Zoti ta theft qafën, Zoti të vraft, Allah të mallkoft, kur mos pash ditë. E mësoni me bo me janis mu shame, ato të shamet, stakfirullah. Ata ti e kuptan se ky njeri kret tjera ti pas ka pas aktrim që kjo është. E dini ju se prej sifateve të cilësive të munafikut është që kur të nervozohet me ty, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk lesen pa të përmend. Nuk lesen pa të nënçmu. Ku janë e kus janë? Ato që ka i ki, ato që ka e ke besu, edhe ato që ka si ki, ti njëtë. Andaj keni kujdes ju, ose na, është ma sakt, keni kujdes për edhe nga të tjerët, kur vim pozicione tilla. Mos u çudit, nëse shet dikon që shumë të ka pëlqy, shumë të ka duk djali mirë, pak, je prek me ta, sidomos në situatat edhe o këthy e kundërt ati nuk po mund me besu vetën tonë që kjo është qaj filani, s'lasen pa më thonë, e po. Këtu vërejet del në shesh qëfar brendësi e ka njeriu. Edhe dyta, e merr vesh njeriun kur është në pyetje lakmia ati personale. Pozita, shitblerja, parja, një interesit caktuar. Pleshtë kanë pas përpara traditi, kanë këshillu djemtë e vetë, ta ma djetët e din, më rrimësim ju të rritë. Kure kanë qu djalin dikun në udhtim, ose në ngërbet, ose diçka, i kanë thonë që me bavën maja një mollë me vete, edhe kur të hypë në trena, në autobusa, në mija, në deve, në kom, edhe dënë dikush më shoqëru me ty në një udhtim, një mujtë, 2, 3, ose në qabe, ose në ushtri, jepja qatë mollën e thuj, dana brësës, dajete. Edhe kur ta danaj me dora, me brisk, këqyre cilën copë po ta jep ty, a matë madhen a matë voglën. Që jep matë madhen ty të ka dhënë për vete ka matë voglën, kësë është lakmitar. Normal, se nuk është ky kreta jo aj testi, se ka ras kur aj mollën të jep matë madhen, por një interes matë madhen nuk të jep. Por si lloj testi, i vren njerëzit në qësi situata. Apo dojnë me përfitu veç për vete, apo jo. E merr vesh lakmin e ti, kur ai të blenë nëse të shet diçka. Nëse të shet ty diçka, ta livdon mallin e vet. Ti e sheh hapta sa janë të rajt, son çashtu. Ta bën çaq interesant sa ti thu, që ka mër burr fytyrë ky me rajt kështu, të e livdu mallin e vet. Edhe kundërta, nëse blen prej teje diçka, ta nënçmon çaq shumë mallin, sa ti e vren se kjo të dasht me 2 dure, 2 kam, me të mashtru ty. Nuk i lejohet besimtarit kështu. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Sahabët e kanë dhënë besën e Resulullahit mi këshillu njerëzit. Edhe nëse ajo këshill është në dëm të vetën. A di ç'është? Ka dalë sahabiu në pazar, e ka pa njërin të e shit një kafsh. Sa për man? 500 euro. Vlas me pare të sodit. I ka thonë kjo sahabiu, ja, unë të blej këta me 800 euro. Shmër 800 euro, unë 500 beshes. Jo, thot, unë jam ekspert i këtyne gjaneve. Jetu e shit lirë, kjo meriton ma shumë. I kanë thonë të tjertë, ata matrit. Aqë, a i për të ashet 500 të bja mërë 800. Ka thonë, na nuk kemi dalë me mashtru njerëzit. Na i kemi thonë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kemi mi këshillu të gjithë njerëzit edhe nëse është ndamin, tot. E këtu, te lakmia i vren pastaj njerëzit. Te pozita, a ke po për një interes thjesht dunjos, e nëzirë njeri u ftyrën e vetë në shesh. Keni kujdes. Te lakmia keni kujdes. Ajo që sa jotja më se merë. Ke bo një marveshë kështu. A e s'po marvesh, a dhju që merë një me biznese, e ke bo marveshën qështu, një 2, 3, 4, 5 pika. A i s'ka lidhje me qatë biznes. Edhe që është ti, nuk ja bënë si pas asaj marveshës standarde, që është i bënë dalavere. Edhe në fund që ka bënë kjo zot një, ti që ke bo dalaveren, ja ke vu ati, ja ke shqit qatë mal, edhe i thunë fund, a ma bënë halal, ti e kia tonë, a ma bënë halal dhe mënë të kumë lëshu, unë e pak, po s'ke marrë veshtë, a ma bësh halal, a i shkreti zdi, sa e menon që ti e ke bënë standardeve që e ka lypa e dhe që e ka paguaj. Edhe i thotë, halal për me e ki, 100 herë halal, mirë, e hongër, ja, jo vëllazni. Nëse kjo sot të ditë që ti ke bohile, a i naltë e diqë dësanë. Prandaj edhe nëse mendon që e ke marrë halalin me dalavere, nisan unë për të thamë, kur del ai pi lokalit tënë, ose ti kur del pi shpis ati, që a kishit qatë malën, nëse ti del me një ndërgjegje jo të pastër, se e din që a ke lona të një vretje, vallaj nuk i ki halal parët 100%. Qa që ki halal sa ke bo punën. Pa marrë parasysh, a je mur vesh, a se mur vesh. A ta boni, a s'ta boni halal. Te lakmia vrehet burnia. Edhe treta të dashë vlezër, ose para kësaj nuk du të alon pa përmend hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë, ja Rasulullah, kush janë njeri më i mirë? Ka thonë ai që i posedon dy sene. Ka gjuhë të sinqert, fol drejt. Edhe ka zemër të pastër pe zilis. Ka zemër të pastër. Edhe kjo e treta lidhet me qëtë zilin. E ke pa dikush i ka ba standardet e mira, alhamdulillah. Ty i dëvlon zemra. Pse ajo bo ma mirë se ti? E ke pa që a i ka rrit me një provim, me një diqka, me një pozit, dëvlon zemra. Livdohet që a i filonin sytë tonin, ti nuk takona. Kjo e me kuptu se ky burr hala ka vrejtje, nuk e kam rri standardin që shë lypë zote. Qka me ba? Kur ta ki i nati dikan, lutu për ta. Hej zot forcoje, hej zot fale, hej zot jepja khejri. Po lutu dhe për vetje, përmenda. Zot mjep edhe mu, zot më ruj edhe mu, zot më përmirësa edhe mu. Kur ta shet dikush që të tjerë për livdojnë ti në vetë që shpo njësh, nëse njësh mirë, je standard i qetë, atër zemre jote nuk është të smut. Vrejet që ki borni. Nëse ke fillu më uni keq, atër kjo e me kuptu se ka një qëfar smundje në zemrën tane. Pa dashër me e zgjatë të dashër vlezër, pra aman smujet dhe trupit janë të rrezikshme, po të zemrës ma të rrezikshme, se të zemrës e dëmtojnë imanin ose e vdesin imanin. Të vdes imanin. Për me përmirësu brendësin tane, një prej 3 formave që tje mërvesh, a je smut, a je shnosh, është qëto. Po për sëris shkurt. E para, ku t'i vënosh, venja menën. Mos fol që ka s'du me fol. E dyta, kur në pytje lakmia, mos e lësha burnin, se ka zat. Edhe treta, kur që nej zilin në mërëndësin tane, në ale vetën. Lusë Allah në gjelë që të në bëj për atyne që nuk i kemi këto smuj, ja Rab. Allah në përmirësoft, Allah në faltë, Allah në uzoft neve, i uzoft e vladet, akrabat, të dashrit tanë,
O Zot, më shëroj edhe të vdekurit. Fali, ja Rab. Edhe nëse kanë bo gabime, fali, o Zot. Qeju selam prej neve, bani o varët e ty në dritë dhe nur. Shpirtat e ty në ngriti lartë në xhenet. Kur na marri shpirtën, o Zot, me na me iman. Se asgjë nuk na vjen tjetër përveç imanit. Allahumma amin.